Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të ndershëm besimtar, vëllezër dhe motra, qytetarë të nderuam, dhe ju teleshikues të nderuam. Të premten Xuman është dita e parë e Kurban Bayramit. Andaj kam nderin dhe kënaqësinë që në emrin tim personal dhe në emër të kryesisë së Mezhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit, t'ju uroj festen e Kurban Bayramit apo Bayramit të vogël, siç i themi në traditën tonë. Duke lutur të Madhit Zot që këtë fest na begatoj Allahu xhaleshanuhu, na i pranoj lutjet tona, adhurimet tona, kurbanin ton dhe gjithë ata besimtarë që e kryejnë haxhin, Zoti t'ju apranoj atë. Festa e Kurban Bayramit ndërlidhet me dy gjëra kryesore, me kohën dhe kryerjen e haxhit për haxhit, si dhe me prerjen e kurbanit. Tek dy këto ibadete ndërlidhen me takvan, devotshmërinë. Njëjtë sikurse edhe adhurimet e tjera, siç kemi parë gjatë muajit mallnushëm të Ramazanit, ku Allahu xhaleshanuhu përsëri na thot që në mënyrë që të arrijmë devotshmërinë, pra e agjerojmë muajin e mallnushëm të Ramazanit. Në të njëjtën mënyrë edhe namazin, e kështu me radhë, të gjitha ibadetet në vetvete përmbajnë takvan apo devotshmërinë. E kështu edhe Kurban Bayrami në vetvete përmban devotshmërinë, sepse Allahu xhaleshanuhu thot: as gjaku e as mishi nuk janë ato të cilët mrrin tek Zoti, por është devotshmëria e juaj ajo që shkon tek Zoti. E në të njëjtën mënyrë edhe për haxhileret, ku Allahu xhaleshanuhu përsëri na difton në Kur'anin e Kerim, në të cilën thot se përgatituni për shkurjen e haxh, por përgatitja më e mirë është përgatitja në devotshmëri edhe në takvallëk. Ndershëm besimtar, jemi në prag dhe në çaste të festës së Kurban Bayramit. I lutemi të Madhit Zot që t'ju apranoj gjitha ibadetet, adhurimet që janë enkas për këtë fest, dhe i lutemi Allahu xhaleshanuhu që një herë të dërgoj paqen, mëshiren, rahmetin, mirësitë, begatit. I lutemi Allahu xhaleshanuhu në gjitha ato vende ku ka kriza, ku ka lufta, ku ka shkatrim, Allahu xhaleshanuhu t'i ndaloj atë sa më parë. I lutemi Allahu xhaleshanuhu që ne gjithë që kemi kryer këto ibadetet na i pranoj, t'ju përçojmë mesazhet, selamet, mirësitë, begatit familjeve tuaja edhe kështu me radhë deri në diasporën tonë të nderuar. Për shumë vjet dhe gëzuar festen e Kurban Bayramit, Bayraminiz Mubarak olsun.